Mirë se vini në shkrel të Rogovës, në zemër të Bieshkëve, në Malësia Eko Resort. Një përvojë e veçantë për bujtje, larg zhurmës dhe në zemër të natyrës. Sa po hyn brenda në këtë bujtinë, ndjen menjëherë aromën e drurit të freskët. E ndërtuar në formën klasike, kjo kabinë unike është menduar për të krijuar një hapësirë të ngrohtë, intime dhe të qetë. Një shtrat doppio i rehatshëm dhe i mbështjellë me çarshaf të pastër. Për ata që duan të përgatisin diçka të lehtë, kabina ofron një mini kuzhinë të pajisur me nevojat bazë. Pozicionuar përballë një dritareje panoramike që ofron një pamje të qetë, pavarësisht nëse jeni zgjuar, në agim apo duke parë perëndimin. Brenda kësaj bujtine ndodhet një oxhak i ndërtuar me gur, ku mund të ndizni zjarrin dhe të shijoni një mbrëmje të ngrohtë. Kjo bujtinë është ndërtuar në stilin A-frame, një formë trekëndore me strukturë druri që krijon atmosferë intime, ideale për çifte që duan të shkëputen nga përditshmëria. Për ata që duan të përgatisin diçka të lehtë, kabina ofron një mini kuzhinë të pajisur me nevojat bazë. Dhe një frigorifer të vogël, ku mund të ruani pijet apo ushqimin tuaj të preferuar. Dhe për komoditetin tuaj, kabina ka një banjo të kompletuar me dush modern, tualet të pastër dhe të gjitha pajisjet bazë për një qëndrim të rehatshëm. Këtu është banjo, pastërtia nivel. Këtu është i përfshirë edhe një televizor modern me lidhje të qëndrueshme dhe akses në kanale të ndryshme. Dhe këtu përfundon prezantimi i kësaj bujtine mjaft simpatike. Dhe tani është koha që të dalim dhe të kërkojmë shtigje të reja dhe deri në një bujtje të re, mirupafshim.